Mirë se vini në horoskopin për të mërkurën 29 korrik 2026. Kjo është një nga ditët më të fuqishme astrologjike të javës. Hëna e plot në ujor përballet me diellin në luan, duke nxjerrë në dritë të vërteta emocione dhe vendime që nuk mund të shtyhen më. Në të njëjtën kohë dielli është në bashkim me Jupiterin, duke zgjeruar optimizmin, besimin dhe mundësitë për rritje personale, ndërsa hëna lidhet ngushtë me Plutonin, duke sjellë transformime të thella dhe çlirime nga situata që nuk na shërbejnë më. Merkuri vazhdon lëvizjen direkte në Gafore, duke e bërë komunikimin më të qartë, ndërsa Saturni në retrograd në Dash na fton të rishikojmë përgjegjësitë tona. Kjo është një ditë kulmi ku shumë situata arrin një pikë vendimtare dhe hapin rrugën për një fazë të re. Dashi, kjo hënë e plot aktivizon jetën tuaj shoqërore dhe planet për të ardhmen. Mund të kuptoni se disa bashkëpunime nuk ju përfaqësojnë më, ndërsa të tjera fitojnë rëndësi të madhe. Në punë, një lajm ose një bisedë mund t'ju japë një drejtim të ri. Mos keni frikë të ndani idetë tuaja, sepse dielli dhe Jupiteri ju japin më shumë besim dhe aftësi për të bindur të tjerët. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje, ndërsa beqarët kanë mundësi të njohin dikë përmes miqve ose një aktiviteti në grup. Financat kërkojnë kujdes, por një mundësire mund të shfaqet papritur. Këshilla e ditës është të mos kapeni pas të kaluarës. Disa dyer po mbyllen vetëm që të hapen të tjera më të mira. Besojeni procesit dhe mos keni frikë të ndryshoni drejtim kur e ndjeni se është koha. Demi, për Demin kjo është një ditë që vendos në qendër karrierën dhe reputacionin. Hëna e plot mund të sjellë përfundimin e një projekti, një vlerësim nga e prorët ose një vendim të rëndësishëm profesional. Dielli në luan ju kujton se suksesi nuk ka vlerë nëse nuk shoqërohet me ekuilibër në jetën personale. Në familje mund të lindë nevoja për të marrë një përgjegjësi të re. Në dashuri, partneri kërkon më shumë siguri dhe stabilitet, beqarët mund të tërhiqen nga një person serioz dhe ambicioz. Financat paraqiten të favorshme nëse veproni me maturi. Mos lejoni që krenariat ju pengojë të pranoni një këshill të vlefshme. Dita shpërblen durimin dhe këmbënguljen, cilësi që ju i zotëroni më mirë se kushdo. Binjakët, kjo e mërkur zgjeron horizontet tuaja. Hëna e plot ju shtyn të mendoni ndryshe, të kërkoni njohuri të reja ose të planifikoni një udhëtim që mund të ndikojë pozitivisht në të ardhmen tuaj. Në punë, një ide që duke jashtëzakonshme mund të marrë mbështetje të papritur, Merkuri tashmë direkt ju ndihmon të shprehni mendimet me më shumë qartësi dhe të zgjidhni keqkuptime të vjetra. Në dashuri, marrëdhëniet forcohen përmes komunikimit të sinqert. Beqarët mund të tërhiqen nga një person me kulturë ose me interesa të ngjashme. Financat përmirësohen gradualisht, por shmangni vendimet impulsive. Sot është dita për të parë përtej kufive që i keni vendosur vetes. Mundësitë më të mira lindin kur guxoni të provoni diçka të re. Gaforia, për ju hëna e plot ndriçon çështjet financiare, marrëdhëniet e ngushta dhe transformimin e brendshëm. Mund të merrni një vendim që ju çliron nga një barrë emocionale ose ekonomike. Merkuri në shenjën tuaj vazhdon të sjellë qartësi në komunikim, duke ju ndihmuar të thoni atë që më parë mbanit për vete. Në punë është koha të mbyllni çështje të hapura dhe të përgatiteni për një etapë të re. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë arma juaj më e fortë. Partneri do ta vlerësojë hapjen tuaj, ndërsa beqarët mund të krijojnë një lidhje që lind nga një bisedë e thellë. Besojeni intuitës suaj, sepse sot ajo do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendimet e duhura. Luani, dielli vazhdon të ndriçojë shenjën tuaj dhe i mbështetur nga energjia zgjeruese e Jupiterit, ju jep më shumë besim në vetvete dhe dëshirë për të marrë drejtimin e situatave. Megjithatë, hëna e plot përballë jush në ujor e vendos theksin tek marrëdhëniet. Mund të kuptoni se një partneritet, qoftë në dashuri apo në punë, ka nevojë për më shumë barazi dhe mirëkuptim. Nëse jeni në një lidhje, është momenti për të dëgjuar edhe këndvështrimin e partnerit. Beqarët mund të takojnë një person me karakter të fortë i cili i sfidon pozitivisht. Në punë mund të merrni një ofertë ose të përfundoni me sukses një projekt të rëndësishëm.
Financat janë në përmirësim, por mos e teproni me shpenzimet. Sot fiton ai që bashkëpunon, jo ai që kërkon të bëjë gjithçka vetëm. Virgjëresha. Për virgjëreshën kjo e Mërkur sjell fokus tek puna, rutina dhe shëndeti. Hëna e plot ju fton të ndryshoni zakone që nuk ju shërbejnë më dhe të krijoni një ritëm më të shëndetshëm në jetën e përditshme. Në punë mund të mbyllni me sukses një detyrë të rëndësishme ose të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj. Bashkëpunimet ecin mirë, sidomos nëse tregoheni fleksibël. Në dashuri partneri ka nevojë të ndjejë më shumë mbështetje emocionale. Beqarët mund të njohin dikën në ambientin e punës ose gjatë një aktiviteti të përditshëm. Financat kërkojnë organizim, por nuk shfaqin probleme serioze. Dita ju kujton se suksesi ndërtohet nga zgjedhjet e vogla që bëni çdo ditë. Peshorja, kjo është një ditë shumë krijuese për ju peshore. Hëna e plotë zgjon dëshirën për të shprehur talentin, emocionet dhe idetë që keni mbajtur brenda vetes. Në punë mund të merrni një propozim interesant ose të përfundoni një projekt që ju bën krenar. Në dashuri energjia është romantike dhe favorizon pajtimet, deklarata e sinqerta dhe momentet e bukura në çift. Beqarët kanë mundësi të bëjnë një njohje që lind në mënyrë spontane. Në aspektin financiar është mirë të shmangni blerjet e nxituara. Dita ju fton të besoni tek aftësitë tuaja krijuese dhe të mos kërkoni vazhdimisht miratimin e të tjerëve. Kur jeni vetvetja, shkëlqeni më shumë. Akrepi, për akrepin, hëna e plot ndriçon familjen, shtëpinë dhe sigurinë emocionale. Mund të merrni një vendim të rëndësishëm që lidhet me banesën, me një të afërm ose një çështje të së kaluarës. Në punë mund të ndjeni nevojën për më shumë stabilitet dhe të mendoni për ndryshime afatgjata. Në dashuri, është koha të lini pas dyshimet dhe të ndërtoni më shumë besim. Partneri do ta vlerësojë sinqeritetin tuaj. Beqarët mund të afrohen me një person që i bën të ndihen të qetë dhe të kuptuar. Financat kërkojnë kujdes, por nuk priten pengesa të mëdha. Sot forca juaj më e madhe është aftësia për të transformuar një situatë të vështirë në një mundësi të re. Shigjetari, kjo e Mërkuri është ynë të komunikoni, të mësoni dhe të zgjeroni kontaktet. Hëna e plot mund të sjellë një lajm shumë të rëndësishëm ose një bisedë që ndryshon mënyrën se si ju e shihni një situatë. Në punë është momenti i duhur për negociata, intervista ose prezantime. Në dashuri, partneri do të vlerësojë sinqeritetin dhe humorin tuaj. Beqarët mund të krijojnë një lidhje interesante gjatë një udhëtimi të shkurtër ose në rrjetet sociale. Financat përmirësohen gradualisht fal një ideje të re. Mos keni frikë të bëni pyetje dhe të kërkoni informacion, sepse përgjigjja që merrni sot mund të jetë shumë e rëndësishme për të ardhmen tuaj. Britsjapi, për britsjapin, fokusi i ditës kalon tek financat, vlerat personale dhe siguria materiale. Hëna e plot ju ndihmon të kuptoni se ku ja vlen të investoni kohën dhe energjinë tuaj. Në punë mund të merrni një shpërblim, një marrëveshje të re ose një mundësi për të rritur të ardhurat. Në dashuri partneri ka nevojë të ndjejë më shumë afërsi emocionale dhe jo vetëm mbështetje praktike. Beqarët mund të njohin një person të besueshëm me të cilin ndajnë të njëjtat objektiva. Financat janë në qendër të vëmendjes, por shmangni vendimet impulsive. Dita ju shpërblen për durimin dhe këmbguljen që keni treguar gjatë javëve të fundit. Ujori, hëna e plot ndodh në shenjën tuaj dhe ju vendos në qendër të ngjarjeve. Emocionet janë më të forta se zakonisht dhe mund të merrni një vendim që ndryshon drejtimin e muajve të ardhshëm. Në punë mund të mbyllni një cikël dhe të hapni një tjetër më premtues. Në dashuri është koha të jeni plotësisht të sinqert me partnerin dhe me veten. Beqarët mund të tërheqin njerëz që ndajnë të njëjtin vizion për jetën. Financat nuk paraqesin shqetësime të mëdha, por kërkojnë kujdes në shpenzime. Mos keni frikë të lini pas ato që nuk ju përfaqëson më. Kjo hënë e plot ju jep mundësinë të rilindni edhe më të fortë. Dhe peshqit, për peshqit kjo është një ditë reflektimi dhe shërimit të brendshëm. Hëna e plot ju fton të lini pas frikrat, lodhjen dhe gjithçka që ju ka rënduar emocionalisht. Në punë mund të përfundoni me sukses një projekt që ka kërkuar shumë energji.
Është gjithashtu një ditë e mirë për të planifikuar hapat e ardhshëm pa u nxituar. Në dashuri, intuita juaj është shumë e fortë dhe do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë partnerin. Beqarët mund të ndjejnë një tërheqje të veçantë ndaj një personi që i frymëzon. Financat mbeten të qëndrueshme. Besoni më shumë tek zëri juaj i brendshëm, tek intuita juaj, sepse ajo do t'ju tregojë drejtimin e duhur.